qysh preje gjedo bashe muji. Cilat nga aktivitetet e komunitetit shqiptar këtu në Michigan dhe në Amerikë do të veçonje që dhe ju keni qenë pjesëmarrës si më kryesorët që kanë dhënë dhe një kontribut për çështjen Kosovës, fitimin e drejtës komunës Tuzit, ka pas shumë aktivitete. Qoftë këtu, qoftë në Washington e kudo. Po, gja normale këtu komuniteti shqiptarëve këtu në Detroit ka lënë një rol të rëndësishëm në veçanti për pamërsinë e Kosovës, duke marrë parasysh pra demonstratat ku kanë filluar kudo herë pra nuk njerëzit ishin shumë të ndryshëm, disa këta janë ke aktivistat duke filluar me shoqatën Malësia e Madhe, ku kanë bërë organizime të mëdha në Washington e New York, po dhe përveç asaj duke bashkuar holla për të ndihmuar luftën e Kosovës, UÇK-n dhe kështu me radhë. E njëjta gjë pra edhe rol kryesor ka lyer edhe për fitoren e madhe të komunës së Tuzit, ku me aktivitetet e tyre, me kontaktet e tyre, pothuajse së fundit, si përfundimisht u bën realitet edhe ajo dhe Malësia pothuajse lirisht mund të them momentalisht lulëzon. Si keni pasur marrëdhënie me vendlindjen? Shumë mirë, shumë mirë. Gjithmonë jam kemi lidhur me vendlindjen edhe tani edhe. Në çfarë forme ke qenë i lidhur me vendlindjen? Siç thash edhe më parë, pra vendlindja, mërgimi vendi huaj kur nuk bëhet me një, dhe nostalgjia për vendlindjen gjithmonë është e papërshkrueshme. Dhe jam munduar, kuptohet sipas mundësijet, të vizitojmë vendlindjen aq sa ken më mujë. Kam shkuar sa herë me familjen time atje, kem kaluar, gjithnjë vazhdoj të vizitoj vendlindjen pothuajse s'pakut një herë në vit. Dhe gjithmonë jam edhe momentalisht edhe më parë edhe tash jam shumë i lidhur me vendlindjen, me ngjarjet që kanë ndodhin dhe kështu me radhë. Zoti Goqaj, vazhdimisht malësorët e kanë ndihmuar vendlindjen. Çfarë do të komentoni për këtë? Cilat kanë qenë sukseset që janë arritur? Po, malësorët kanë filluar ta ndihmojnë vendlindjen pothuajse qysh në vitet e para që kanë nisë marrë malësorët. Siç është i fjalë pra që përdoret shpesh në Malësi, asnjë gur nuk është të vënë pa ndihmën e malësorëve. Po flasim qysh se kanë filluar marrë malësorë në vitet e 60-ta, 70-ta. Dhe ajo ndihmë gjithnjë vazhdon. Edhe tash pra malësorët, komuniteti malësorëve këtu ndihmon Malësinë për zhvillim, ka ndikuar shumë edhe në fitoren e madhe të komunës së Plot. Dhe gjithnjë pra siç thash vazhdojnë, dhe pra po them Malësia është duke lulëzuar në çdo çep të saj. Përveç asaj, kur them se lulëzon në çdo çep të saj, mua më kujtohet fare mirë kur isha atje pra i ri, ku këto gjana që janë Malësi sot as nuk i imagjinoshim. Aso kohet pothuajse edhe një simbol kombëtar apo një flamur apo dikush që e kishte, duhej ta mshefin atje në tavane, siç e kam thënë, se nëse do t'i azeshin se kush e ka, do t'i maltretoshin, kurse sot pothuajse në Malësi valon flamuri kuqezi në çdo çep të saj, vehen përmendore Gjergj Kastriotit, Det Xholulit, Bacakurti dhe kështu me radhë, ashtu që ajo është përveç zhvillimit ekonomik, përveç tyne tjera, ajo është pra që do të jemi të lumtur. Ju keni qenë aktiv edhe në televizionin tonë keni ardhur, keni mbështetur skuadrën e futbollit Deçiçi, jo vetëm me ana ekonomike jote, por edhe keni organizuar edhe të tjerë për të investuar. Si është aktualisht skuadra? Po, skuadra është në gjendje shumë të mirë momentalisht. Fatmirësisht u përfundua edhe stadiumi i ri.
patën disa vështirësi apo thuaj se 2 vitet e fundit, me qenë se të gjitha ndeshjet ishin musafir, duhej të luhet jashtë Tuzit. Mirë po, para 5-6 muajsh po thuaj se u përfundua stadiumi me një stadium pra fantastik, me tribunat e reja, me të gjitha ato kushtet pra evropiane që i kërkon një stadium. Se shpejti do të fillojnë edhe tribunën tjetër, dhe ashtu që mendoj që ajo do të përfundohet, dhe është një, si që dim, suksesin e klubit Deçicit, pra qysh se e kanë marrë kjo këta të rritë, me kry me Palin Dreshaj si kryetari klubit, kanë pas sukseset e tynit, vitin e kaluar pra dolën kampionat i Malit Zi, dhe 3 vite më radhë kanë luaj pra në kampionatin evropian. Shpresojmë që të vazhdojnë të ati në atë ritëm, dhe do vazhdojmë dhe do të kenë sukseset e tyre. Juve shkoni shpesh në Malsi, a mendoni edhe ndiqni këtë dhe nga Amerika. Mendoni se administrimi i komunës Tuzit tashme, duke qenë se 2 herë e shpëtuar, do të jetë një drejtim i komunës Tuzit nga shqiptarët, apo ka dhe probleme që do të kenë kujdes? Po, ne shpresojmë se do të jetë ashtu. Dhe nuk e shoh pse të ndrohet përderisa ata janë të bani një punë të shkëlqyeshme për komunën tonë. Pra si që thaç, Malsia po thuaj se ka ndrua 100% qysh momentin që Partit Forumit Shqiptar, pra të them, dhe janë të bani një punë të mrekullueshme. Po mirë, le të kthehemi këtu në Amerikë. Juve si FIS Goçaj, por edhe fisat e tjerë Malsis janë për t'u falenderuar se organizoni shumë aktivitete, po ndër tjera keni një që quheni ju turnament, pra ajo është një bashkim piknik i FIS-it. Duke nisur nga familja dhe nga FIS-i, pastaj të flasim për komunitetin. Pra, më zjerë konkluzionin juve. Si vazhdon gjenerata, brezat, si e kanë edukimin, a janë me traditat tona në mënyrë të vazhdueshme, apo janë duke lënë diçka? Po, në tash mundohemi me ato gjitha forcat tona, pra të mbajmë traditën, të mbajmë kulturën. Një ndërta është edhe si që përmet edhe ti kemi atë Goçaj Reunion që i thumë, bashkimin e vllaznisë Goçaj, që kemi filluar tash 6 vite me sa më duket. Dhe aty kemi një sukses të madh. Aty janë që bashkohen, ke kanë edhe ti prezent aty, ku aty bashkohen po thuaj se 500-600 veta. Dhe janë fëmijë të moshave të ndryshme. Dhe ka të shumë të tillë që me zi presin kur vjen viti i arshëm atë që kënaqen. Mirë po, deri diku duhet t'i kuptojmë edhe të rinjtë tonë, këtu Amerika i ka të vetat, tjetër kulturë, tjetër gjë, ashtu që megjithëse sa do që të mundohen, ndoshta nuk me kanë në gjendje mja për cillat, aq sa donim neve, por sa do pak mundohemi dhe mendoj që deri diku ja kemi arrit qëllimit që të përcjellim ato vlerat tona nga vim. Djalin tuaj Robert, unë e kam pasur të ftuar në studio, më kujtohet atëherë ishte studio e vjetër, aty në stage, me 2 shokët e tij, i binin qiftelis, flisim shqip me ta. Ju keni 2 vajza e indjal, flasin shqip 3 fëmijët? Po. Ke martuar 2? Po, kam martuar, djalja i martuam, vajza i martuam, kam edhe një vajzë. Pra ju mendoni se disa gjëra vetvetiu do shkojnë duke u asimiluar, sepse këtu dihet që liria e tepër të asimilohet në Amerikë. Do doja që mos ishte ashtu, por si gjithë kombet tjera, pra ndoshta megjithëse mund prapë thash se do të mundohemi aq sa mujm, por prapë Amerika është ajo që bën të vetat mërgimin përgjithësi e vetëm Amerika. Megjithatë, zoti Goçaj, komuniteti shqiptar ka shumë vlera të byra, edhe një nga ato janë edhe bamirësia, pra ndihma kur ka nevojë të tjerët, edhe ju jeni një bamirës. Si është në komunitetin tonë bamirësia për momentin? Po, bamirësia po thuaj se tek shqiptarët është prezent çdo kohë. Dhe unë të them të vërtetën, kur bëj diçka mirë, ndihem edhe mirë. Dhe mendoj që ndihma e komunitetit në aktivitetet ndryshme që i shohim pra dita ditës,
si në vendlindje, si këtu, po thuaj se janë rregull, janë gjëra që duhet të bëjmë dhe duhet të merremi me to. Me bën përshtypje se kohët e fundit Komiteti i Malësisë këtu ka ndryshuar investimin, drejtimin e investimit, pasi për shumë vite ndante pare për skamnorët. Aktualisht ka shikuar fusha të ndryshme. Mund t'i cekësh disa nga ato. Po investimet të shumta po thuaj se ka në Malësi, duke marrë parasysh pra të filloj edhe me vendosje një heroj ton kombëtar Gjergj Kastriotit në qendër të Tuzit, që u sponsorua pra nga vetë komuniteti këtu në Detroit, ku isha edhe fatmirësisht isha atje, shkova atje për atë ditë, dhe ishte një ditë e veçantë, ishte një ditë që nuk përshkruhet i gjanë, që e ke pothuaj se ka shumë kohë që e kemi pritur, dhe fatmirësisht u bë edhe realitet, disi duket edhe ëndër, mirë po fatmirësisht u bë ishte një ditë pothuaj se e paharrueshme. Aktivitetet të ndryshme janë pothuaj se momentalisht tash ka filluar edhe ndërtesa e re e TV Bojinit, ku ajo pra organizohet këtu në Mërgim. Po ashtu atje në Kakarric kisha Nan Tereze, dhe mos flasim për rrugë të ndryshme që pra janë të lidhë Malësin, dhe janë shumë të atill malësor pra që bajnë investime duke renovuar shtëpijat e tyre që i kanë braktisur. Pra ajo të lidhi këta me ata që tha me parë, me fitimin e komunës së Plodhë dhe me udhëheqjen e forumit shqiptar, po thuaj se u ka lanë kuraje, u ka lanë edhe energji, u ka lanë besim që të shpenzojnë atje si me ndërtimin e shtëpive të veta, po vetë në Malësi. Kam edhe një pyetje për komunitetin shqiptar në përgjithësi. A mendoni ju se është koha sot që Komiteti Shqiptar të nxjerrë të suportoj bitë e saj për të marrë pjesë në Kongres, në Senatin Amerikan, pasi vazhdimisht kanë dhënë ndihmë ekonomike. Tani është koha që të bëjmë diellera me votë edhe me pjesëmarrje të këtyre fëmijëve. Unë mendoj që ajo është edhe drejtimi më i nevojshëm momentalisht. Me qenë se deri diku çështja e Kosovës ka mbaruar Kosova pa mbarun, Malësia pra fitoi komunën e Plodhë dhe është në gjendje që të vetëm mbijetoj. Pra siç thatë edhe ju, mendoj se ajo është të jetë edhe vendimi më i mirë që të rinjtë tonë pra të marrin pozita të ndryshme, se ashtu i ndihmoj jo vetëm Malësisë, por Kosovës, Shqipërisë dhe vendindjes sonë kudo që jemi në përgjithësi. Zoti Goçaj, unë ju falenderoj shumë për rrëfimet tuaja në emisionin Historia Shqiptare, edhe kryesisht kur flasim për to janë vlera, sepse juve keni dhënë një kontribut, të ndërtoshin familje të mirë, janë një vlerë në shoqëri, por ju keni dhënë kontribut edhe në shoqërinë tonë, jo vetëm të Malësisë, por edhe me shqiptarët, pasi vazhdimisht keni pasur dhe keni klient shqiptar, dhe të falenderoj për çka solle në emisionin sot. Me shpresë të takojmë përsëri, ju jeni një agent real estate shumë i dashur nga komuniteti. Po, edhe një herë falenderit për ftesën, një herë për gëzoj edhe për këtë studion fantastike, me qenë se s'kam paras me kënë bas renovimit të saj, jam i lumtur që kam kënë pjesë e kësaj, dhe do të vazhdojmë që të jem përkrahas të televizionit tuaj, të televizionit ton pra, dhe ju uroj çdo të mirë, suksese në të ardhmen dhe do keni përkrahjen tonë. Të falenderoj shumë, të nderuar teleshikues, ishim në bisedë me zotin Toni Goçaj, e falenderoj emrin tuaj dhe mirupafshim me një të ftuar tjetër, e jani mos zguroni, Televizori Shqiptar të Amerikës është i hapur, edhe është në shërbimin tuaj që ju të sillni eksperiencën tuaj, të sillni jetën tuaj, pasi çdo njeri e ka një histori. Dhe deri atëherë mirupafshim. Zoti Goçaj, mirupafshim, faleminderit. Mamma Leo.
kam dashur më me atë, ku më nje, dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Me vargë malet mosha